Receta e sotme është nga ato receta të thjeshta në përgatitje, super e shijshme dhe do t'ju nderoj nëse keni mysafir në shtëpi. Do t'na duhet 600 gram mish i gryer viçi, një qep mesatar të cilën e kam gryer në rende dhe i kam shtrydhur lëngun, hudhër, një lug salcë kosi ose një lug kos, do t'i hedhim krip, rigon, piper të kuq, piper të zi dhe mente. Erëzat janë sipas dëshirës, mund t'i hedhni dhe tjera. Gjithashtu në fund do t'i hedhim 2 vezë. Do vazhdojmë ta përzijej mirë derisa të gjithë përbërësit të bëhen bashkë. Nëse shikoni që masa është pak e butë, atëherë mund t'i hedhni thërmia buke derisa masa të mos gjisi më nëpër duar. Do vazhdojmë ta përzijejmë përsëri. Do t'i hedhim majdanos sipas dëshirës. Do vazhdojmë ta përzijejmë dhe në fund do ta vendosim në frigorifer duke e mbuluar me një qese kuzhine për rreth 30 minuta. Ndërkohë që brumi i qofteve është duke pushuar në frigorifer, do të na duhen 7 patate, të cilat do t'i presim siç e shikoni edhe në video. Pasi kemi përfunduar me prerjen e patateve, do t'i skuqim në vaj të bollshëm në temperaturë mesatare për disa minuta. Nëse dëshironi, mund edhe t'i pishni në furrë duke vendosur poshtë tek tava një letër pjekje. Pasi janë skuqur, do t'i vendosim në një enë në të cilën poshtë unë kam shtruar letër kuzhine për të thithur vajin e tepërt. Pasi qoftet kanë pushuar, i japim formën, siç e shikoni në video, nuk duhet të jenë shumë të trasha. Dhe në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me qoftet, do t'i skuqim, por jo në shumë vaj, duhet ta heqim vajin e patateve dhe do të lejmë vetëm pak vaj. T'i skuqim duke rrotulluar nga njëra anë në tjetrën. Pasi kemi përfunduar me skuqjen e qofteve, do t'i rëndisim njëra pas tjetrës patatet bashkë me qoftën në tavë. Ndërkohë me pak vaj do të skuqim një lugë e gjys deri në 2 lugë salcë domatje. Do ta përzijejmë për 1 deri në 2 minuta. Pasi salca është skuqur, do të hedhim pak krip, piper të zi, pak rigon. Do vazhdojmë ta përzijejmë përsëri. Në fund do t'i hedhim një gotë ujë, rreth 200 ml. Do ta përzijejmë dhe do ta lejmë derisa të marrë val, të fillojë të zijej. Pasi ka filluar të zijej, do ta fikim dhe do t'ja hedhim sipër patateve dhe qofteve. Në fund do t'i vendosim sipër disa domate dhe disa speca, sepse specat japin një aromë shumë të mirë, dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur me 250 gradë për rreth 20 minuta.
Tashmë tavën e kemi gati. Mund ta shoqëroni me çfarë të dëshironi. Unë në këtë rast e kam shoqëruar me sallatë dhe me pilaf. Është një recetë shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Nëse video pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.